Ministri i Drejtësisë Toni Gogu në një prononcim për mediat përpara nisjes së seancës plenare ka folur për amnistinë penale. Gogu tha se nga amnistia përfitojnë lirinë 466 persona, si dhe 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri theksoi edhe një herë se nga kjo amnisti nuk përfiton asnjë person që akuzohet për vepra që janë në jurisdiksionin e SPAK-ut. Lirohen me njëherë 466 persona nga sistemi ynë i ekzekutimit vendimeve penale. Pra nga burgjet të ndryshe, 466 persona kthehen në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre, dhe nga këto persona këtu janë 11 gra edhe një i mitur, ndërkohë që ulet dënimi për 869 persona dhe këtu kemi 8 gra dhe 2 të mitur. Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit të organizuar dhe të korrupsionit nuk përfitojnë. Gogu nënvizoi se amnistia penale është zbatuar mbi baza të qarta ligjore dhe me kritere të përcaktuara, duke garantuar se përfitimet u takojnë vetëm kategorive të parashikuara nga ligji.